Ritakojemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, jam në studio me deputeten e Partisë së Lirisë, zonjën Erisa Xhixho. Mirë se vjen, kënaqësi të kem në studio. Kënaqësi gjithmonë. Zonja Xhixho, ju vini nga parlamenti tani, nga një seancë gjatë parlamentare që ka nisur herët gjatë ditës së sotme, shumë debate, diskutime ka patur, çfarë po ndodh tani në sallë? Në fakt janë mbi 20 projekt ligje në seancë plenare, janë dy momente kyçe do t'ja quaj unë, faktin që po diskutohet akti normativ për ndryshimet e buxhetit 2025-s dhe në fakt tregon mjaft qartë se edhe në këtë rast vetë qeveria, se është propozimi i qeverisë, nuk vjen për të rritur pagat e pensioneve, mësuesve, buxhetin e arsimit, shëndetësisë e çdo gjë tjetër, por në aktin normativ parashikohet 40 milion euro pikërisht Alp Controllit në fakti, e cila është një masë që shkon për shlirjen e detyrimeve, sepse kemi parasysh çështja Beketi, ku në arbitrazh Shqipëria është penalizuar me 110 milion euro dhe pikërisht Alp Controlli është i bllokuar nga Eurocontrol dhe ne paguajmë pikërisht gjobat e keqeverisjes dhe të arrogancës së këtij kryeministri, ndërkohë që këto para mund shkonin absolutisht për rritjen e buxhetit të shëndetësisë, rritjen e buxhetit për arsimin, apo për përballimin e kostosjetesës, ku ushqimet bazë që flasim sot janë 50% më shtrenjta se Bashkimi Evropian. Shumë shpesh në fakt shohim të vinë akte normative për ndryshimet e buxhetit, por nuk kemi para për qytetarët absolutisht, por për oligarkët dhe klientët e qeverisë. Dhe nga ana tjetër janë ndryshimet në kodin penal, të pa justifikuara, ju e dini shumë mirë diskutimet për kodin e ri penal, edhe shumë ndryshime që priten të vinë disa ndryshime ku ka dy momente ky projekt ligj. Së pari për gazetarët, sepse janë dy nene, qoftë për shpifja, qoftë për fyerja 119 dhe 120, ku në qoftë se vendet e rajonit e kanë dekriminalizuar, pra kanë dhënë prioritet fjalës së lirë, në rastin e Shqipërisë, pikërisht do të penalizohen gazetarët, analistët, apo çdo qytetar shqiptar, me nenet përkatëse të kodit penal që absolutisht janë në vazhdën represive si kundër është realiteti shqiptar, ku sot në paraburgim kemi mbi 60% të burgosurve pikërisht në frymën e një kodin penal represiv dhe gjithashtu parkimi dyfisht. Parkimi dyfisht në bazë të këtij projekt ligji do të penalizohet në burgim. Pra, në qoftë se bota perëndimore shkon deri një qasje më administrative të këtyre veprave, pra ka kodi civil, janë veprime administrative, nuk ka pse të jenë vepra penale, ndërkohë në Shqipëri do të shkojmë drejt një penalizim dhe një burgim për çdo qytetar që do të parkoj dysh. Pra deri këtu në absurd jemi, apo ndërtimet pa leje, apo vepra të tilla, të cilat mund të jenë fare mirë si në çdo vend evropian, pjesë e procedurave administrative, një gjobdhënie e tjerë me radhë. Kjo është në vazhdën e gjithë represionit që ka kjo majorancë, dhe nga ana tjetër unë nuk e kuptoj kush ai kodi i ri penal që po diskutohej edhe po bëheshin gjithë ato tryeza, ndërkohë që vjen një projekt ligj që synon të amendoj disa nene, po absolutisht të rregulloj pikërisht qasjen që ne kërkojmë. Padyshim është pjesë e kërkesave të integrimit europian, por kjo nuk mund të jetë pa konsultuar, sidomos të cënosh fjalën e lirë të gazetarëve, apo të shpërdorosh pushtetin për të bërë një qeverisje represive ndaj çdo qytetari duke çuar në burgim një parkim të dyfisht. Okej. Flasim pak për protesta e të shtunës, një protestë kombëtare, të roqi vëmendjen e të gjithëve për të gjitha skenaret që ndodhen brenda saj, nisi një protestë disi e qetë me fjalime politike dhe pastaj përfundoi dhe konkludoi në Molotov, në fishek zjarre drejt godinës së kryeministrisë. Zoti Berisha më herët kishte bërë thirrje gati sfiduese në raport me zotin Rama kur tha se nëse është burr të vijojë të qëndrojë në zyrën e tij në ditën që do të mbahet protesta.
Sot kjo protest ka shkaktuar po ashtu debate dhe diskutime mes krerëve të grupeve parlamentare, zotit Bardhi dhe zotit Balla, teksa u hodhën edhe akuza, sharje, fyerje për protestuesit edhe jo vetëm. Çfarë përdoi kjo protestë kombëtare e Partisë Demokratike, e mbështetur dhe nga Partia e Lirisë, nga ju? Së pari ne duhet kuptojmë që jemi në një gjendje të paprecedent. Sot që flasim, ti ke zvëndës kryeministrën, e cila është në akuzë, është në hetim, dhe ku po i bëhet një mburojtje politike nëpërmjet parlamentit. Ai parlament sot do duhet fliste për gjithë aferat korruptive, do duhet që ata qeveritarët të jepnin llogari për 75 milion euro të zhdukura në tunelin e Llogaras, apo për mega aferën e Akshit, ku tashmë kemi një grup të strukturuar kriminal, ku vetëm për tenderin e çokoladave e thash dhe në kuvend janë dhënë mbi 10 milion euro. Ndërkohë që qytetarët janë në një varfëri ekstreme dhe 40% të buxhetit familjar çojnë vetëm për ushqime, vetëm për mbijetesë. Dhe në këtë situatë absolutisht që qytetarët me atë protestë të jashtëzakonshme në pjesëmarrje nuk janë aty për të bërë një xhiro në bulevard, absolutisht janë të revoltuar, përballen me një qeveri e cila në vend të japi llogari dorëheqje, minimalisht do të ishte një standard europian, do të ishte shkarkim i zvendës kryeministres. Absolutisht nuk ka asnjë nga këto, përkundrazi është marrë në mburoj, sepse jemi të gjithë qartë që urdhrat nuk i ka dhënë as zvendës kryeministra, as dikush tjetër, i ka dhënë Edi Rama, dhe për të mbrojtur veten e tij, po mban peng dhe nuk po i jep dritën jeshile drejtësisë. Ajo protestë ishte jashtëzakonshme për mesazhin që dha. Sepse pjesëmarrja e jashtëzakonshme tregoi që sovrani është qytetari dhe do duhet jepet llogari përpara tij. Duhet kuptojmë një gjë, ndryshe manifestimi është ndryshe protesta. Protesta ka dhe pesh emocionale, ka dhe revolt të qytetarëve, të cilët nuk mbyllin dot muajin dhe shohin kryeministrin që vetëm verën e ka 33.000 euro, që vinoteka e cila konfiskohet dhe që është 4 milion euro e Ergysa Gasit, që në fakt është Edi Ramës, zhduket edhe kur sekuestrohet nga prokuroria speciale. Po kjo protest ishte protest politike, ishte protest e qytetarëve, se jemi shumë dakord të gjithë me këto që ju thoni, me gjithë kauzat, pra keni gjithë të drejtën unë bashkë me ju të protestojmë për ato se çfarë kemi parë dhe dëgjuar në raport me skandalet e kësaj magjorance. Tani, kjo është një protestë politike apo është një protestë e qytetarëve? Se nëse do të ishte e qytetarëve, do përkthehej jo vetëm këtu, po edhe në foltore me një numër më të lartë qytetarësh, se ju i shikoni shifrat dhe ju interesojnë këto, besoj. Patjetër, ajo pjesëmarrja nuk ka nevojë për shifra, për analizë shifrash. Është e jashtëzakonshme. Kemi parasysh që kjo u thirr nga opozita, absolutisht. Unë do të preferoja që vetë qytetarët dinin. Pa e thirrur fare asnjë forcë politike. Në këtë situatë ku ndodhet Shqipëria, ku ke një degradim të shtetit, ku ke një kapje të shtetit, ku ke një mos funksionim të institucioneve, vetë qytetarët do duhet kishin dalë në shesh. Kjo është një protestë thirrur nga opozita, por me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme e qytetarëve. Kjo ka kaluar për te pritshmërive të leadershipit opozitar. Partia Demokratike dhe opozita nuk ka vuajtur ndonjëherë për të mbajtur protesta të tilla me një pjesëmarrje të gjerë. Këtë kemi parë të gjithë dhe jemi koshient. Patjetër. Por çfarë prodhon në fund të ditës kjo protestë? Kjo protestë prodhon qëndrueshmëri, qëndres, kërkon llogaridhënie. Nëse do të ishim në një shtet normal, do duhet kishin rënë dhjetra qeveri nga këto skandale të pafundme që po dalin dita ditës, duke filluar që nga afera incineratorëve mostarë, mbi 400 milion euro dhe sot ti paguan ende 90.000 euro në ditë për një incinerim që nuk ekziston. Mos flasim më pas për aferat e shëndetësisë, ku këtej ke afera, këtej nuk e barna për onkologjikun. Këtej ke afera, këtej tikin drita 30 dhe në 20 minuta te QSUT-ja dhe rrezikohet jeta e pacientit se s'ka një gjenerator. Ku këtu s'ka ngrohje në për spitalet të shëndetësisë falas. Këtu ke një gjendje ku po tikin dhe të janë larguar mbi 1 milion shqiptar, ndërkohë që sistemi patronazhim patjetër që është në funksion të partisë shtet që ta tha tashmë edhe OSBE Odiri. Absolutisht që çdo protestë është për të përshëndetur, çdo revoltë e qytetarëve dhe mos harrojmë revoltën e qytetarëve vlonjat për mungesën e ujit pishëm.
në dhjetor. Mos harrojmë Durrësi tu përmbyt edhe pse ke një hidrovor, 19 milion euro investim, i cili nuk që funksional. Dhe qytetarët e Durrësit u ngritën për drejtat e tyre dhe është për të përshëndetur. Ndaj, çdo qëndres, se ti nuk ke përpara, duhet të qarëm një gjë, nuk ke përpara një qeveri. Ti nuk ke përpara një keqeverisje që ka përgjegjësi morale, juridike dhe politike. Ti ke përpara një band dhe ke një organizatë kriminale të dëshmuar tashmë nga prokuroria speciale. Fakti që Akshi merret në mbrojtje nga kryeministri me një aferë miliona euro, ku biznesmeni janë marrë peng nga ky shtet, pikërisht për të tërhequr nga garat e posaçme, ku rrugët e Florindat po të bijejnë dita ditës, ti shif tunelin e Llogaras, ti shif tunelin e Murrizit, ti shif rrugët gjithandej që po të shkërmoqen nga çfarë vjen kjo? Nga keqeverisja, nga korrupsioni. Durrësi nga kush u përmbyt? Nga fatkeqësi natyrore apo nga korrupsion qeveritar? Absolutisht nga korrupsion qeveritar, sepse nëse hidrovori do të kishte punuar, nuk do të ishin përmbytur në atë farfeje Durrësi apo Gjirokastra. Pra këtu jemi në një situatë ku nuk ke të bësh thjesht me një keqeverisje dhe duke qenë përballë këtij regjimi që përdor çdo instrument të patronazhimit, të friksimit bizneseve, të friksimit gazetarëve, të friksimit të çdo lloj zëri kundër apo të opozitës absolutisht, ty të duhet një qëndresë e vazhdueshme. Foltore ditë në hënë japin efektin e vet, protestat kombëtare që do të jenë edhe më konsistente, por edhe me plane të tjera të cilat të gjithë po i diskutojnë. Grevat e urisë për shembull? Çdo gjë është e mundur. E keni menduar? Çdo gjë është e mundur. Ose e keni shtruar ju si forcë politike një opsion të tillë? Tani, unë vi nga një forcë politike që ka bërë grevurie lideri i saj Zoti Meta në 2008 pikërisht për ndryshimet kushtetuese që sollën këto pasoja. U tha në atë kohë që do ndryshohen, do të jetë një goditje për kontrollin dhe balancën e pushteteve dhe për përqendrim pushteti dhe ashtu ndodhi dhe koha i dha të drejtë. Kështu çdo opsion është në tavolinë, absolutisht. Por këtu duhet, unë nuk e quaj thjesht një çështje të opozitës. Këtë quaj të çdo qytetari që vidhet nga kjo organizatë kriminale. Dhe që për ishtë vërtetë se i elektorati grijende nuk po e gjen veten tek kjo opozitë që proteston në këtë formë. Kështu që duhet jeni koshente edhe për këtë gjë. Unë nuk e shoh që pjesa gri mund të ketë pikpyetjet e veta, është në drejtën e vet, kërkoj edhe më shumë nga opozita. Do duhet të organizohemi më mirë, do duhet të punojmë më mirë, do duhet të bëjmë çdo gjë shumë më mirë. Por një fakt për çdo qytetar është sot, kush po vjedh? Kush po zhvat qytetarët më të varfër në Europë që nuk mbyllin dot muaj. Qytetarët janë koshent për këtë gjë, po kë duhet zgjedhin qytetarët? Duhet të zgjedhin po ashtu një kryetar të një force tjetër politike që është sot në hetim? Qytetarët duhet të jenë të lirë të vendosin. Pra duhet t'i japim këtyre qytetarëve disa opsione të tjera, duhet t'i japim disa strategji konkrete për treguar që jemi edhe ne këtu dhe mund të bëjmë për ju. Pra mund të jetë kjo lloj marrëdhënie se ajo që ka çeduar në gjithë këtë periudhë mes opozitës dhe qytetarëve ka qenë kjo marrëdhënie disi distante. Unë mendoj... Kur them opozita, nuk e kam fjalën vetëm për Partinë e Lirisë, e kam opozita në tërësi. Qytetarët kanë vendosur të largohen. Qytetarët kanë vendosur të largohen nga ky vend dhe qytetarët mos mendoni se janë aq lirë. Kur kërcënohen dhe ndiqen penalisht lider të opozitës, kur kërcënohen gazetarët, kur kërcënohen shumë nga njerëz që kanë një zë publik, imagjinoni çfarë ndodh qytetarit thjesht. Që kështu të flasim për një normalitet demokratik nuk jemi. Që opozita absolutisht do duhet, dhe çfarë kërkon opozita? Mos ta harrojmë për qytetarët, nuk kërkon as pushtet tavolinë, kërkon zgjedhje lira dhe ndershme. Atë që ta damkosi OSBE-diri dhe ta shteti me partinë u shkri në një. Çfarë kërkojmë ne? Ne kërkojmë qeveri teknike si kundër e ka Maqedonia e Veriut, nuk po shkojmë më larg. Maqedonia e Veriut e ka në kushtetut faktin që 6 muaj, një vit para zgjedhjeve, ka një qeveri teknike që përgatit vendin për zgjedhje. Këtë po kërkon opozita, zgjedhje lira dhe të ndershme për qytetarët, të japin mundësinë që të jenë të lirë, jo në stresin dhe jo në presionin
e kësaj qeverie që fal gjoba, që jep bonus elektoral në kundërshtim me kodin zgjedhor, shfrytëzon në një formë gjithë administratën publike dhe resurset publike për të mbajtur një pushtet ilegjitim. Megjithatë, zonja Xhixho, kjo protesta që shohim ka ardhur me njerë pas votimit me 110 vota në parlament të marrëveshjes për bordin e paqes. Pra, u duk sikur edhe zoti Rama e tha me herë me pa herë ju do ta votoni këtë marrëveshje. Ka dy realitete këtu që ndoshta shumë qytetarë nuk e kuptojnë. Pra shohin disa deputet opozitës të cilët unanimisht votojnë për diçka që në një farë forme i shërben majorancës dhe pastaj i shërben dhe zoti Rama jo. I shërben Shqipërisë. Dhe pa diskutim që po edhe zoti Rama po ashtu. Dhe pastaj shohim këtë protestën me thirrje kundër zotit Rama. Ka dy realitete këtu që ne s'po i kuptojmë dhe s'po i përkthejmë dot? Së pari, ajo çfarë u pa nga ai projekt ligj ishte absolutisht një gjë ku zoti Rama të vendosi emrin e tij, ndërkohë që ftesa dhe çdo gjë tjetër ishte në emër të Republikës. Ishte për Shqipërinë, për partneritetin e saj, për stabilitetin që ofron në rajon, për gjithë frymën e paqes që ajo do të përçojë. Kudo dhe është një kontribut, jo thjesht një kryeministri, por është një shoqërie të tërë dhe është një Shqipëri të tërë. Që kështu antarësimi dhe pasja e Shqipërisë në atë bord është në të mirën e Shqipërisë. Pra ndaj dhe vota, ajo është e vërteta. Ajo nuk ishte një ftesë personale ndaj Edi Ramës. Ajo ishte një ftesë ndaj Shqipërisë dhe ndaj dhe vota që ka qenë unanime e opozitës ka qenë për të mirën e vendit dhe absolutisht që është një e mirë e vendit që tjetë pjesë e asaj organizate dhe asaj strukture. Këtu mbaron kjo gjë. Dhe nëse shet traditën parlamentare, kur ne flasim për integrimin evropian, kur ne flasim për marrëveshje me partnerët tanë strategjik, absolutisht që aty prevalojnë interesat e qytetarëve shqiptarë ndaj çdo interesi personal. Mënyra se si e përktheu nën padyshim ishte një strategji për të devijuar llogaridhënien nga korrupsioni dhe nga çështja Balluku dhe nga gjithë hetimet që po ndodhin në një terren të shfaqjes së një lideri global e tjerë me radhë. Por duhet kemi parasysh që atë çfarë ka luftë sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kartelet e drogës dhe absolutisht krimin e organizuar. Këto janë dy nga objektivat dhe prioritetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidentit Trump, dhe kjo u tha mjaft qartë në urimin për 28 nëntor që ne patëm nga ambasada amerikane si në asnjëherë tjetër. Pikërisht sepse krimi organizuar dhe kartelet e drogës janë rrezik jo thjesht për vendin, jo thjesht për rajonin, po për gjithë globin, absolutisht. Dakor. Zonja Xhixho, unë kam patur një intervistë dje me zotin Ermal Asimja, i cili pas konferencës që ka patur për forumin e dialogut politik, teksa i bënte thirrje të gjitha forcave opozitare të bëhen bashkë, sepse është momenti për të bërë bashkë. Reforma zgjedhore ka qenë një nga pikat kyçe të diskutimit. E kam pyetur edhe nëse do të mund të gjendet gjua e përbashkët mes palëve, sepse deri më tani zoti Berisha mund ta ketë gjetur me disa parti të tjera opozitare, por nuk e ka gjetur me disa të tjera, siç është Partia Mundësia, partia e zotit Lapaj, e zotit Qori, po ashtu edhe jo vetëm. Si shihni ju këtë lëvizje të zotit Hasimja edhe të përfaqësuesve të tjerë, jo politik? Unë e shoh shumë pozitivisht. Në fakt, qëndrimi jonë ka qenë gjithmonë që duhet kuptojmë që bashkimi i çdo faktori opozitar, por jo vetëm, i çdo qytetari i cili ndjen keqeverisjen, i cili ndjen gjithë pasojat e këtij korrupsioni galopant, do duhet të bashkohemi në një front opozitar, megjithëse mund të kemi divergjencat tona për shumë çështje, por këtu kemi një të keqe të madhe. Këtu kemi këtë kryeministër, i cili edhe në këtë situatë absolutisht zgjedh të mbrojë zëvendës kryeministrit, zgjedh të mbrojë veten e tij në radhë të parë dhe mos japi llogari. Dhe përpara kësaj situate dhe kësaj emergjence që ndodhet Shqipëria, çdo lloj iniciative për të bashkuar çdo faktor opozitar, unë personalisht e shoh si pozitive. Çdo faktor për facilituar dialogun midis forcave politike, për të bashkuar këtë interes shumë të madh që ne kemi për largimin e këtij kryeministri dhe dhënia e dritës së jeshile për zgjedhje të lira dhe ndershme, absolutisht është
i mirëpritur. Duhet kuptojnë diçka, çdo forcë politike duhet kuptojë që çdo fraksion i opozitës çon ujë tek qeveria. Pra çdo, dhe unë këtë e kam thënë edhe në zgjedhjet e 11 majit. Ndoshta e keni kuptuar ju si forcë politike, po Partia Demokratike e ka kuptuar këtë gjë, sepse pretendimet e partive të vogla janë që nuk ka shumë lëshime nga ana e kësaj forcës më të madhe opozitare në vend. Unë pash disa... Ose tolerancë në marrëveshjet që mund të... Do duhet pyetet Partia Demokratike, por në deklaratat që kam parë nga disa eksponentë të saj, kur flitet për reformën zgjedhore dhe kjo është një gjë e mirë për forcat e reja opozitare, sepse kanë marrë 40.000 vota dhe kjo nuk është përkthyer në mandate. Pra, ky sistem zgjedhor ka nevojë të reformohet dhe ne si Partia e Lirisë kemi qenë për listat e hapura dhe garën e hapur, sepse kjo absolutisht i shërben demokracisë apo pasja e koalicioneve parazgjedhore, të cilat janë hequr në mënyrë të njëanshme nga kjo majorancë. Pra, unë mendoj që së pari përpara interesit personal ne duhet shohim interesin e vendit edhe të keqen që kemi përpara, dhe në qoftë se ne mund gjejmë disa pika bashkimi duke ruajtur identitetin tonë, absolutisht, se cila parti, edhe ne si Partia e Lirisë kemi identitetin tonë, kemi kauzat tona, por në disa çështje ne mund të jemi bashkë për të mirën e vendit. Do të bëheshit bashkë edhe nëse do të kishte përfaqësues të zotit Basha dhe vetë zoti Basha në këtë forum? Do ju pengonte? Tani unë nuk e di ku është zoti Basha dhe nuk di të them, nuk di të t'jap një përgjigje. Jo, e keni menduar këtë gjë, nëse ata do të bëhen bashkë edhe do të ftojnë edhe njerëzit përfaqësuesit e zotit Basha? Së pari të gjendet zoti Basha, pastaj nuk di të them ku. Kur bëhet fjalë për marrëveshje në të mirën e vendit, kam përshtypjen se gjende Nikolaju të opozitës. Po nuk di ta them se nuk e kam parë në diskurin publik dhe nuk di qëndrimet. Nesër është data 28, një datë kjo që do të diskutohet gjatë për... Mendojmë ne që të diskutohet gjatë për zonjën Balluku në Këshillin e Mandateve dhe e Imuniteteve. Unë kam thënë që brenda këtij këshilli do të ketë antar në numër të barabartë, pra 5 me 5. Si e parashikon ti atë se çfarë do të mund të ndodhë nesër në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve? Çfarë përshtypjesh keni ju si forcë politike? Së pari është e paprecedent që nuk është qyrtuar akoma dhe nuk ka kaluar ende në seancë. Si forcë politike kemi thënë që seanca e fundit e dhjetorit të futej me procedurë të përshpejtuar heqja e mandatit të zonjës Balluku. Prokurorët në mbledhjen e parë të Këshillit Mandateve kërkuan për ato 16.000 faqe, janë 16.000 faqe, nuk janë akuzat opozitës. Janë fakte, prova, pikërisht për zvendës kryeministrin dhe kryeministrin, absolutisht. Dhe është kërkuar nga opozita, nga Partia e Lirisë, që të kalojë direkt në seancë, kur dhe vetë prokurorët kërkuan që brenda 3 ditësh të merrej vendimi sa më parë. Pse? U argumentua sepse intimidon dëshmitarët sot që flasim. Shumica e vartësve që dëshmojnë dhe kanë dëshmuar pranë prokurorisë posaçme janë vartës të zonjës Balluku. Apo gjithashtu prishjen e provave. Si mundet një funksionar i cili është akuzuar pikërisht për afera, për tendera e gjithë me radhë dhe ushtuan aferat, se ushtua dhe loti Unazës, 6 lotet e Unazës të vazhdoj të ushtroj të njëjtin funksion dhe padyshim që prish prova të kësaj çështje. Dhe ne kemi kërkuar që kjo të shkojë direkt në seancë. Ka kërkuar opozita, 5 antarët e opozitës kanë kërkuar mbledhjen e Këshillit Mandateve. Nuk është zhvilluar. Unë mendoj që do t'ishte në dinjitetin e atij këshilli që absolutisht në mënyrë të menjëhershme çështja të kaloj në seancë, sepse pengesa po bëhet ajo forcë politike që dilte në çdo ekran, dilte në çdo cep dhe thoshte, unë nuk do të bëhem pengesë drejtësisë, kushdo prokuror që sjell një kërkesë për një deputet, unë do t'jap mandati. Dhe këtu bëhet krahasimi midis opozitës, e cila absolutisht ka votuar çdo lloj heqje mandati, dhe qeverisë, të cilët e ka përdorur si narrativ këtë gjë, po kur vjen puna tek vendimet, se politika në fund ditës është vendimmarrje, pengon drejtësinë në një çështje kaq sensitive. Pse? Padyshim sepse urdhëruesi i gjithë këtyre aferave është kryeministri Rama dhe është duke fituar kohë, por që është e pashmangshme gjithë llogaridhënia që ai do duhet japi për këto çështje. Dakor, zoti Rama ka folur dhe ka thënë se pa folur kushtetuesja nuk do të merret asnjë vendim.
kushtetuesja nuk ka folur ende, madje ka kërkuar edhe kohë për shqyrtimin e çështjes së zonjës Balluku. Shumë e kanë diskutuar dhe kanë dalë në konkluzionin që këto dy çështje nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, pra vendimi i gjykatës kushtetuese dhe ai i këshillit mandateve dhe imuniteteve nuk kanë fare lidhje me njëra tjetrën. E shikonti një vendim të marrë për të mos dorëzuar zonjën Balluku nesër? Së pari unë e kam quajtur që në kryet e herës. Se kushtetuesja nuk ka folur ende, kështu që ka dhënë një vendim absurd gjykata kushtetuese për pezullimin e pezullimit. Dhe në kundërshtim me precedentin që ishte, ku 1/5 e deputetëve në rastin Berisha ju drejtua gjykatës kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e refuzoi me argumentimin se nuk legjitimoheni, sepse duhet jetë vetë pala e cila do duhet të ndjeki gjithë shkallët e gjyqësorit, në këtë rast zotin Berisha, në rastin e qeverisë, kur ajo ankimoi këtë vendim i cili nuk kishte asnjë lloj lidhje, por e ka të drejtën për të ankimuar, e pranoi duke legjitimuar si palë. Pra që këtu kam divergjencat e mia si jurista. Absurdi erdhi me vendimin për pezullimin e pezullimit, por edhe me këtë vendim, ky proces nuk ndikon kërkesën që ka bërë SPAK me 16.000 faqe të argumentuara për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Duhet kuptojnë nga qytetarët që kuvendi nuk është as prokuroria as gjykatë. Kuvendi vendos dhe imuniteti i deputetit është dhënë vetëm për një arsye, që mos ketë përndjekje politike. Dhe zakonisht i jepet dhe i njihet deputetëve të opozitës që mund të përndiqen nga qeveria. Ne kemi vetëm një të drejtë të shohim ka përndjekje ndaj zonjës Balluku apo jo, dhe të japim dritën jeshile një orë e më parë. Që kështu fakti që jo vetëm që është dhënë një vendim absurd, por që po zgjatet dhe po kërkohet kohë. Për mua nuk kanë asnjë lidhje si për çdo jurist, nuk kanë asnjë lidhje këto dy kërkesa. Nesër Këshilli i Mandateve do duhet të marrë një vendimmarrje legjitime për heqjen e mandatit, për kalimin në seancë. Keni menduar ju një, ta quajmë plan B, ose një aksion tjetër opozitar, ose keni ju skenaret e tjera, se si do të veproni në raport me këtë majorancë? Ne kemi kërkuar disa herëmbledhje, sepse sipas rregullore, se këtu shkelet rregulloria, kushtetuta, çdo gjë. Këtu nuk kemi as shtet ligjor, as parlament. Parlamentin e ke thjesht një ministri më shumë të zotit Rama që drejton me telefon parlamentin. Duke kërkuar disa herë, sepse me rregullore gjysma e antarëve të Këshillit Mandat mund të kërkojnë me një herë mbledhje dhe mund të kërkojnë shqyrtim të çështjes, nuk janë lejuar. Që kështu do të shihet seanca e nesërme dhe padyshim do të përdorim gjithë mekanizmat ligjor, por edhe qytetar për këtë. Kur thoni mekanizmat ligjor, për çfarë keni fjalën? Mund të kërkohet përsëri mbledhja e Këshillit Mandateve, mund të kërkohen instrumentat të tjerë që ofron rregulloria, pikërisht për të shtyrë procesin, për të mos e zvarritur sikundër kërkon majoranca. Kemi kërkuar interpelancë me zëvendës kryeministrin, nuk kemi lejuar, pra parlamenti ty të ka humbur funksionet e kontrollit parlamentar, po padyshim që ne do të vazhdojmë të insistojmë për të zbatuar rregulloria dhe kushtetuta. Do të vazhdojmë me protesta, do të vazhdojmë me foltoret dhe me protesta të tjera kombëtare absolutisht, por do duhet kuptojmë dhe çdo qytetar do duhet kuptojë që kjo nuk është thjesht çështje apo dosje e zonjës Balluku. Këtu kemi të bëjmë me zotin Rama, i cili jep buroj politike zëvendëses së saj, sepse janë urdhrat e tij. Ju jeni një njohëse e mirë e ligjit përpos një politikane. Keni arritur në konkluzionin që sa më shumë kohë kalon, aq më shumë kjo i shërben zotit Rama dhe a do dia i ta përdor këtë gjë duke e shtyrë çështjen Balluku në kohë për ta mbyllur nesër si rasti zonjës Gjaçka? Kanë ngjashmëri këto me njëra tjetrën? Jo, absolutisht. Ajo e zonjës Gjaçka ishte absolutisht një rast i paprecedent, por këtu kemi një kërkesë nga SPAK. Në rastin e zonjës Gjaçka nuk kemi pasur një të tillë. Këtu kemi faktin që hetimet dhe mënyra se si po zbardhet dhe si po rëndohet pozita e zonjës Balluku, thjesht do rëndoj pozitën e saj
Dhe kjo kohë e fituar për mbrojtjen personale të zotit Rama, absolutisht që nuk mund të shmang fundin e tij absolutisht tragjik në gjithë këtë korrupsion galopant që dhe në këtë krim shtetëror që i ka bërë popullin më të varfër në Europë. Absolutisht është i pashmangshëm. Absolutisht është i pashmangshëm. Dhe llogaridhënia edhe pse shtyhet në kohë, do t'jetë aty një ditë, çështja është që qytetarët do duhet dhe të gjithë opozita, duke filluar nga deputetët e të gjithë me radhë, do duhet të qëndrojnë përballë kësaj majorancë, sepse në fund të ditës çdo qeveritar me këtë model që do duhet të japim ne të gjithë, që çdo qeveritar sot apo nesër që përfshihet në afera korrupsioni, absolutisht do duhet japi llogari përpara drejtësisë. Është fundi i Edi Ramës dhe këtë fund do ta vendos politika, do ta vendos SPAK-u apo ndërkombëtarët? Ta vendosin qytetarët. Absolutisht gjithë qytetarët, të cilën në momentin që do të kenë mundësi për zgjedhje të lira dhe të ndershme, të jenin të bindur që do të jenë masivisht për rotacionin politik dhe ndëshkimin i çdo zyrtari i cili i ka larguar, i cili ka varfëruar, i cili nuk përballon dot koston e fëmijëve për t'i çuar në shkollë, i cili ka sot pasiguri për të çuar fëmijët në shkollë sepse i jep libra dhe kthehen me thika. Kjo qeveri që godet protestues në të drejtën e tyre kushtetuese, nuk mundet të vazhdoj ky represion. Nuk mundet një 14 vjeçar, ajo që ka ndodhur me protestën e fundit, një 14 vjeçar është ndaluar dhe shoqëruar dhe dhunuar sipas dëshmive të vet 14 vjeçarit. Dhe del ministrja e brendshme në kuvend dhe thot të kundërtën dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për gjithë këtë represion. Po tymi, po Helmi që është hedhur aty dhe që ka qenë i skaduar, i zbuluar nga gazetarët. I skaduar apo i skaduar i efektin e dha, kështu që mos merrni të pjesën ishte i skaduar ose jo. Çështja është që dhe Helmi që hidhet, juve u shpërndat pas hedhjes së saj. Dhe ishte jo proporcionale. Absolutisht jo proporcionale. Sepse qytetarët janë në të drejtën e tyre për të protestuar. Ju keni të drejtën të flisni për 14 vjeçarin, pa diskutim që jam me ju, po edhe për ata punonjësit e policisë të cilët janë lënduar gjatë kohës që ju si opozit keni hedhur molotov aty, këtë nuk mund ta anashkaloni apo jo? Po duhet zbatojnë vetëm ligjin. Do duhet zbatojnë vetëm ligjin dhe të mos të duket normali që të shkojnë në policat e Partia Demokratike dhe të kërkojnë të arrestojnë qytetarët. Ndodh kjo që të goditen qytetarët, të merren të arrestohen, të fiken dritat nëpër rrugë që mos filmohen. Këtu kemi një bandë kriminale, ti ke 70% të drejtuesve të policisë të emëruar nga bandat. Kjo është tjetër çështje. Kjo nuk ka lidhje me ata punonjësit e policisë që shohim aty. Absolutisht respekt për çdo punonjës të thjeshtë. Ktu po flasim që gjithë puna edhe këtyre punonjësve të thjeshtë që duhet kuptojnë që nuk është çështje e një opozite që po proteston, po këtu janë fatet e gjithë vendit. E kuptojnë, ndoshta e kuptojnë shumë mirë, por nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë gjë. Që keq paguhen, që keq trajtohen. Absolutisht jo, por ata do duhet të zbatojnë ligjin dhe të respektojnë çdo protestues që është në të drejtën e tij për të protestuar. Ti ke shembuj të fermerëve në Greqi, në Bruksel, e kudo që protestojnë qytetarët, sepse policia është aty vetëm për të mbarvajtur protestën, as për të goditur, as për të arrestuar qytetarët në mënyrë të padrejtë. Nuk e vazhdojmë dot më këtë historinë e protestës për arsye të kohës televizive, po pa diskutim që do doja ta diskutonim ndoshta një herë tjetër. E fundit pyetje, çfarë ndodh me zotin Meta? Po jemi në një absurd, ku flasim për zvendës kryeministren e cila sot prish prova, intimidon dëshmitar dhe vazhdon të jetë e lirë të ushtrojë funksionin e saj, dhe presidentin e Partisë Lirisë të rrëmbyer në mënyrë kriminale, të faktuar dhe nga vendimi i gjykatës që për 3 orë nuk i është dhënë asnjë vendim për ekzekutimin e një mase, që nuk është lejuar të flasim me avokatët, që është marrë nga qytetar, nga policat operacionale me të pa identifikuar e çdo gjë tjetër, të faktuar nga avokati i popullit, që nuk lejohet të takoj as deputet, as eurodeputet dhe familjarët 4 herë. E keni bërë të deklarat, nuk është lejuar të takoj as familjarët, janë të vërteta këto? Lejohet vetëm 4 herë në muaj. Shumë pak,
për sa kohë vetë avokati i popullit ka thënë që kjo është minimalja për të paraburgosurit, sepse të paraburgosurit kanë prezumimin e pafajësisë. Sepse ne sot, unë e thash, 60% të burgjeve tona janë paraburgim, dhe duke qenë prezumimi i pafajësisë, ti absolutisht do duhet që sidomos një lider politik ti lejosh aksesin me gazetarët, dhe këtu po të marr rastin që jemi më keq se Rusia në të drejtat e njeriut, ku opozitarë në Rusi janë lejuar të japin intervista për mediat, ndërkohë që presidenti i Partisë Lirisë absolutisht që nuk lejohet për të dhënë intervista të tilla, padyshim me një urdhër politik të Edi Ramës dhe të ekzekutuar nga gjithë banda e tij, ja, ku e ke? Navalny. Në Rusi, jep intervista në CNN, kurse presidenti i Partisë Lirisë në paraburgim nuk jep absolutisht dhe penalizohet. Penalizohet deri në heqjen e mundësisë për takime, deri në mundësinë e ajroses apo sporteve të ndryshme që mund të ketë. Pra është një izolim ekstrem, padyshim që mesazhi ishte i qartë, mesazhi ishte i qartë që kushdo opozitar që flet disa të vërteta, që është kundër këtij regjimi, do të përfundoj kështu. Ishte një goditje ndaj Partisë Lirisë, por absolutisht që fakti që tashmë zoti Meta është duke zhvilluar seancën paraprake në gjykat dhe pyetja është pse mbahet i izoluar. Për sa kohë ka mbaruar gjithë hetimi, ka mbaruar çdo gjë. Mund të gjykohet i lirë si presidenti Sarkozy ju e pat, presidenti Sarkozy në Francë, se si u hetua në liri, u gjykua në liri dhe u shoqërua në mënyrë dinjitoze drejt vuajtjes së dënimit. Padyshim që ne do të vazhdojmë, jemi tashmë në gjykatë kushtetuese për kërkesën për masën, për heqjen e masës. Nga ana tjetër do shkojmë në Strasburg, absolutisht, dhe e drejta do të triumfoj, sepse kauzat që mbron zoti Meta, qoftë denoncimet e tij, duke filluar nga afera inceneratorbë, çështja e detit, edhe shumë nga çështjet të demokracisë që ai mbron, absolutisht që do të triumfojnë. Dakor, zonja Xhixho, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve. Mirë, kemi përfunduar këtu me këtë bisedë, pak publicitet, kthehemi pas pak. Agim Baçin kam në studio, analist, gazetar, për të folur dhe diskutuar sa i takon protestës opozitës në tërësi, ajo çfarë po ndodh me opozitën, një iniciativë re, ajo e forumit të dialogut politik të zotit Asimja dhe jo vetëm. Përshëndetje me zotin Baçi, mirë se vjen në studio. Protesta e të shtunës, një protestë që premtoi në numër, pati një pjesëmarrje të lartë relativisht, por që nuk e di çfarë prodhoi për ty e nesërmja e protestës. Edhe ajo natë dhe nesërmja s'prodhoi asgjë. As ajo natë. E para sepse nëse do ishte revolt, njerëzit nuk do prisnin një datë për të revoltuar. Do ishin revoltuar me gjithçka, domethënë, dhe nuk kam pse presin një datë, datën 24 kur vendosi zoti Berisha që do revoltojë. Është një protestë, domethënë, që tregon gjithë pushtetin e tij brenda opozitës, por që nuk jep zgjidhje dhe e kam vështirë të kuptoj çdo thot kilometri i fundit. Përballë një qeverie që ka gjithë to problematika dhe ti thua kilometri fundit, që nuk kupton asgjë, çdo thot kilometri fundit. Ku e ke garancinë? Fundi i kësaj qeverie. Po si do t'i vi? Thua që nuk do ketë revolt, po do jetë me zgjedhje, që ne nuk bëjmë dhunë, po do bëjmë zgjedhje. Pastaj kur shkon zgjedhje thua nuk bëjmë zgjedhje me zotin Rama. Pastaj thua qeveri teknike, por ku e ke garancinë në qeverisë teknike dhe pse sot do ulet Rama me ty për të bërë qeveri teknike. Pastaj po të kemi parasysh që e shtuna ishte përballë një paradoksi të madh. Ditën e njëjtë e ke votuar Ramën ta çosh në shtëpinë e bardhë për të firmosur për bordën e paqes, në të shtunën i thua me 110 vota. Po shiko. Edhe për më tepër. Është paradoksale kjo, ka dy realitete, pyeta edhe zotin Xhixho që kisha në studio pak më parë. Ka disa paradokse. E para një herë që ishte një marrëveshje pa firmosur. E dyta, ishte një mungesë debati i thellë, domethënë, për të kuptuar që ku do ndryshojë ky raport me bordin e paqes, me Bashkimin Evropian, që ka këtë lloj skepticizmi ndaj këtij bordi, domethënë ku jemi ne, a jemi për MBE apo thjesht domethënë me qenë se jemi pro-amerikan, do të pranojmë pa shkuar në asnjë strukturë,
ç'është ky entuziazëm pas i shpjegim, domethënë çdo të thotë të ratifikosh në kuvend një që nuk është e firmosur, pra do të thotë që ka ca pikpyetje që opozita, domethënë ne bëm për të mirën e shqiptarëve dhe të qytetarëve shqiptarë, tha zonja Xhixha, sepse kjo ishte një marrëveshje e cila i shërbente vendit dhe nuk i shërbente zotit Rama. Pra kjo marrëveshje do të mbetej përtej zotit Rama. Shiko, e di pse, kjo do ishte krejt normale dhe kështu ke drejt, domethënë në raportin nëse do kishim një politikë jo spekulative, por ke ndërtuar fabulën se ky është raporti i konspiracionit. Pse jemi këtu ke ky problematika, ke ky votimi, që mund të ishte krejt normal për një gjë që ka të bëjë me politikë. Dhe unë besoj që politikën e jashtme duhet ta kishim përbashkët, pra duhet kishim më shumë marrëveshje, më shumë bashkëpunim. Jo vetëm rastin për t'i treguar amerikanëve kush është më afër jush, domethënë me këtë lloj servilizmi, por për të treguar vërtet për politikën e jashtme shqiptare që ne jemi bashkë, sidomos edhe me Kosovën. Çështja është që kur ka ndërtuar një konspiracion që Rama Duro do merret pas Maduros, do merret Rama, e kanë vënë vizën, do ta arrestojnë, do ndodhi kjo. Dhe tani je përballë një fakti tjetër që duhet ta votosh për ta çuar në shtëpinë e bardhë. Dhe po ta marrim me cinizëm i themi që ti ke çuar Trumpit që e konsideron një domethënë partner, po e çon njëri që e akuzon për narkotrafik, po ja çon zyrë, po voton bashkarisht me të që t'ia çosh në bordën e paqes. Pra ka shumë paradokse të cilët as protesta dhe as zoti Berisha nuk ju përgjigj dot gjatë gjithë këtyre ditëve. Sepse duhet të kuptojmë një gjë. Ka një pyetje shumë thjeshtë, e ka bërë Salinjani dhe që nuk i përgjigjen ata. Thotë, "Okej, zgjedhet na e vjedh Rama, po sheshet pse s'na mbushin?" Ka paqartësi brenda opozitës Partisë Demokratike apo zoti Berisha është koshient për situatën që e rrethon dhe thjesht ka bërë atë që ka ditur të bëjë gjithmonë më mirë, të fitojë zemrën e elektoratit ose ta qetësojë elektoratin? Jo, shiko. Çfarë po ndodh brenda kësaj force politike? Ne duhet të kuptojmë një gjë, mos jemi naiv. Ne nuk e duam lideri i një partie, nuk është me mund kundërshtarët brenda partisë. Lideri i një partie është për të mund kundërshtarin. Dhe pyetja që do t'i bëjnë gjithë ata brenda Partisë Demokratike, të bëjnë pyetje Berishës, e mund apo jo Ramën? Jo mund apo jo Evin Salinjanin? Mund apo s'mund? Zgjedhjet e lira të ndershme nuk ka sipas zotit Berisha. Votat e vjedhur është përdorur shteti, krimi, çdo gjë tjetër. Shiko, Spari domethënë uroj që të bëjë zgjedhje të vërteta të lira, domethënë brenda Partisë Demokratike, sepse kështu mund të ke një garanci në momentin që bën zgjedhje brenda partisë pa ndryshuar listat, gjëra të gjitha të cilat i kemi dëgjuar gjatë ditëve të fundit, është e rëndësishme sepse në momentin që ti respekton rregullat brenda partisë, ke drejt të kërkosh dhe kundërshtarit të gjitha. Por vim nga një pikë që, për shembull, zoti Berisha ka thënë një fjalë për çështjen e primarëve që s'kishte vend për personin që doli i pari në Tiranë, nga primarë. Zoti Nali Mehmeti. Jo. Në primare doli. E ke fjalën në primare, po ndjes, kërkoj ndjes. Në primare, ëh? Po. Zoti Kadiu nga mos e gaboj, nga Kavaja. Dhe është absurde se thosh që s'ka vend për të parin. Vetëm Berisha mund ta justifikojë që nuk ka vend për të parin. Nëse nuk ka vend për të parin, por ka vend në një listë. Pra, kur themi, domethënë ndodh dhe kjo si primaret, duhet të bëhen zgjedhje. Sepse ka nevojë për besueshmëri të madhe. Në fakt, domethënë mungesa një analize të qartë, se thotë do kemi analizë, për shembull, në rastin e Salinjanit prapë. Thotë që kanë fakte, ke parë, ke dëgjuar ndonjë fakt, kanë sjellë ndonjë fakt Partisë Demokratike që zoti Salinjani ka bashkëpunuar me Soel Çelën, se po të jetë kështu, është shumë e rëndë, duhet i kërkohet Salinjanit të ikë nga politika, ose do të ikë dikush që gënjen, se nuk mund të jenë të dy. Dhe në momentin që ti i thua gazetarëve, i thua demokratëve, i thua atyre që takon që unë kam faktuar gjithçka dhe nuk nxjerr as si fakt, ka diçka që nuk shkon apo jo. Domethënë në këtë pikë unë mendoj që e fokusimi te ky problemet e brendshme dhe pa sqaruar faktikisht atë çka ka ndodhur brenda Partisë Demokratike, si mund të besosh pastaj që qytetarët do të bashkangjiten dhe ti do të bësh vete për vete elektoratin, do të kesh protesta të gjata, apo të gjata, domethënë protesta të forta, revolt popullore që do të bashkangjiten me ty. Është ky skenari i vetëm që duhet ketë Partia Demokratike dhe opozita, ajo që e mbështet këtë forcë politike? Pra janë këto protestat kombëtare, ato foltorit që shohim çdo të hënë përpara kryeministrisë, apo duhet të ketë dhe forma të tjera për të cilat Partia Demokratike o nuk i ka menduar ose nuk do t'i realizojë se mjaftohet me kaq? Ka dy gjëra, domethënë që janë për të parë dhe për mirë në raportin. Kam parë edhe takimet e zotit Salinjani, kam parë takimet e zotit Berisha. Në të vërtetë aty ka njerëz që kanë bërë analiza normale për të treguar që është një PD normale, që ka njerëz normal, që ka njerëz që e duan opozitën ndryshe, domethënë, por që gjen pak hapësira.
ky është lajm i mirë, sepse kam ndjekur të dyja llojet e fluturave dhe ka njerëz që ja kanë thënë dhe Berishës në sy, kanë thënë dhe me Salinianin në takim. Pra do të thotë që pjesa më e madhe e demokratëve do një opozitë ndryshe, do një opozitë të ofrohej një besueshmëri në publik. Po pse nuk e ofron zoti Berisha këtë gjë? Për të mirën e opozitës, për ta kuptuar dhe për ta shpjeguar një herë mirë, se ndoshta mund të mendojnë që ne po merremi shumë me opozitën në një kohë kur kjo maxhoranca ka shumë skandale, zonja Balluku edhe korrupsioni, krimi, kështu që për të sqaruar, po merremi me opozitën sepse opozita na intereson të gjithëve të jetë opozitë solide për t'i bërë ballë kësaj maxhorancë. Ka një paradoks, për sa kohë opozita me të drejtë numëron një tuf nga, domethënë, çështjet skandaloze. Dhe pastaj nuk arrin dot të mund, do të thotë që ka një problem mase, do të kishte problem që opozita si t'ia bëjë me një qeveri që është, domethënë, e suksesshme, që nuk shkel ligjin, që lufton korrupsionin. Është problemi drejt për drejt? Po padyshim që është pjesë sepse sidomos çfarë ndodhi? Pas rikthimit, që prapë isha normal, domethënë, nuk mbajti asgjë nga ato që premtoi. Tha, do respektoj primaret, nuk i respektoi. Tha, do mund Ramën për 6 muaj, nuk e bëri. Tha do bashkoj bashkë opozitën, nuk e bëri. Tha do zbatoj nenin Basha ku shumë zgjedhjet, nuk e bëri. Ke analizë, domethënë ka 11 maj, po afrohet 11 maj, po bëhet viti dhe prap, domethënë do shkojmë drejt zgjedhjeve të kryetarit të Partisë Demokratike në prill, pa bërë analizë në vitin e shkuar. Pra, përse mendon që këto gjëra nuk e pengokan një opozitë që të jetë kaq e hapur me publik dhe gjithë atyre të cilët mendojnë që po merren me opozitën, është se në demokraci janë partitë politike që konkurrojnë. Është opozita ajo që duhet të kthehet një instrument në një shumicë morale që pastaj të kthehet shumicë politike, se ne nuk mund t'i kërkojmë atyre që nuk konkurrojnë. Do t'i kërkosh forcave politike dhe normal që në një demokraci, domethënë alternativa është e domosdoshme, se një opozitë e dobët e bën qeverinë arrogante. Një opozitë e fortë, domethënë, është alternativë tjetër, edhe qeverinë e bë me shpatulla pas muri. Në gjithë ato justifikimet që mund të kenë shumë fakte brenda për të cilët thonë që Rama, domethënë, përdor resurset shtetërore, përdor patronazhisët, përdor gjitha që i dim. Janë këto nuk janë justifikime. Jo, ato kanë pjesën e vet. Ato kanë pjesën e vet, por këto nuk thënë përgjigje komunikimit që duhet të ketë Partia Demokratike me elektoratin, me qytetarët, se në moment që ti e shikon leadershipin për të mposhtur ato që ke brenda partisë, po jo kundërshtarin tënd politik, kjo për mua e zvoglon gjithë debatin e brendshëm. Dhe ajo që më bën përshtypje nuk është më vetëm zoti Berisha, është çfarë bëjnë ata njerëz atje, grupi parlamentar, kryesia, cilët o do flasin tani në opozitë o kur do flasin, se nëse nuk flasin në opozitë, imagjino pushtet si mund ta kenë zërin, nëse vjen nesër Partia Demokratike. Njerëz që s'kan guxuar të artikulojnë në opozitë, a mendon ti që do kenë kurajon pastaj për të kërkuar zoti Berisha llogarin pushtet? A mendon se do kenë kurajon për ta kundërshtuar? Ne kemi një mazhorancë ku nuk ka kundërshtim. Po të kesh dhe një opozitë që nuk ka kundërshtim, nuk ka debat, kjo është paradoksale. Dakor. Megjithatë, Forumi i Dialogut Politik është një nismë e zotit Asimja dhe eksponentëve të tjerë jo politik. Dje është mbajtur konferenca e parë, unë kam patur një bisedë me zotin Asimja ditën e djeshme, teksa aprovoj që po, kjo është një nismë e jona. Reforma zgjedhore është një nga pikat kyçe të këtij forumi. Do të mundohemi të bëjmë bashkë të gjitha forcat opozitare të vogla apo të mëdha qofshin ato. Nëse do t'i arrijë qëllimit Forumi i Dialogut Politik i iniciuar nga zoti Asimi dhe jo vetëm, do të jetë ky një tregues jo i mirë për Partinë Demokratike që nuk ka mundur t'ia dalë dhe ta bëjë këtë gjë në gjithë këtë kohë? E kam fjalën këtu për ato partitë e tjera të cilat e kanë shprehur në mënyrë kategorike që ne nuk do të bashkohemi me Partinë Demokratike, pra nuk do të jemi në aleancë me to. Zoti Lapaj, zoti Qori, Partia Mundësia, zoti Agronshejaj. Shiko, në momentin që nuk kanë mësuar që në politik nuk ka fjalë kurrë, atëherë ka diçka që nuk shkon te këto lider. Në politik, mundësia për të bërë marrëveshje është gjithmonë e mundshme, por duhet të shikosh gjërat të cilët ka ca parimi që nuk i shkel dhe gjërat që të bëjnë bashkë. Nëse gjërat që të bëjnë bashkë janë më shumë se sa gjërat që të ndajnë, duhet të shikosh ato që të bëjnë bashkë dhe duhet të kuptosh. Dhe nuk arrit të kuptoj dot që, domethënë, futesh në politikë dhe ta kesh mungesën e marrëveshjes të parën. Jo, do të kesh marrëveshje. Mungesa e marrëveshjes ka ardhur për disa arsye. Pretendimet e partive të vogla janë që lëshimet nga ana e Partisë Demokratike ose e partive të mëdha opozitare kanë qenë më minimaliste. Pra nuk ka patur, kur vinte puna për vendimmarrje, e kanë thënë ata, radha ka qenë e zotit Berisha dhe nuk ka qenë e partive tjera. Kjo i ka penguar ata të jenë
për krah partisë më të madhe opozitare si kundër është Partia Demokratike. E ke parë kështu? Në moment natyrisht që ajo që do humb ose do lëshoj më shumë është Partia Demokratike, sa ajo ka pjesë më të madhe të opozitës. Do t'i leverdiste kësaj force politike të ndodhte kjo gjëja në këtë moment? Nëse ke qëllim që të rrëzosh kundërshtarin tënd politik, do të bësh pakte të cilët e kanë këtë lloj risku, por do bësh pakte parimore, domethënë do të lëshosh nga kjo dhe nëse është e rëndësishme që të fitojë Shqipëria, dhe jo thjesht individ, atëherë do bësh gjithçka për të bërë këtë gjë. Nëse ti mendon që marrëveshja është më e madhe se sa ty, dhe kjo të pengon, atëherë është problem politik i madh. Unë mendoj që nëse janë vërtet të shqetësuar për të përmirësuar qeverisjen, nëse janë të shqetësuar për të përmirësuar sistemin, nëse janë të shqetësuar për të ndryshuar një statu quo, atëherë do të bëjmë bashkë. Do të bëjmë bashkë, sepse e provuan, s'ka nevojë, e provuan me 11 maj çdo të dalësh veç. E provuan që ke një mungesë përfaqësimi në kuvend, ke një, domethënë, ti nuk e përfaqësuar me votat që të kanë dhënë dhe ke një fragmentarizim që të dëmton. Pra nuk kanë më zë në kuvend, ose zë fragmentar për pa peshë. Çfarë beson se do të prodhoj ky forum? Do të konkludojë në diçka? Shiko, varet nga qasja që do kenë nga predispozita e partive politike që i bashkangjiten. Unë mendoj që zotja Simja ka një përvojë të raportit bashkëpunimit dhe shpresoj që bashkë me ata grupi nismëtar të ketë marrë një lloj konsensusi edhe më parë se ta shpallë të gjë që të dërgojë dhe të ketë një mënyrë të menduarit dhe sepse besoj që këto lloj forumesh nuk bëjnë keq, bëjnë mirë, do shmangë edhe te formatin që kush është primari, kush jep fjalën, kush nuk jep fjalën, një problem që e pam një ngërç që e kemi parë me tryezat e opozitës kohët e fundit. Dhe mendoj që mund të bëjë një platformë, sidomos lidhur me dy gjëra që janë jetike, domethënë që kanë bëjnë pastaj ndikim politik drejt për drejt, reforma zgjedhore dhe reforma territoriale, që janë të dyja të lidhura me rezultatin e zgjedhjeve të tashme. Kështu që qofshin lokale, qofshin përgjithshme. Kështu që mendoj që duhet të bashkëpunojnë këtu te kjo pikë. Një çështje shumë e nxehtë është ajo çfarë do të mund të ndodhë nesër në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve. Nesër është data 28, është shumë pritur kjo data për të gjithë ne. Do të shohim se çfarë do ndodh brenda këtij këshilli. Çfarë pritshmërish ke në lidhje me atë se çfarë mund të ndodh, referuar asaj çfarë zoti Rama ka thënë. Ne nuk do të dalim në një vendim nëse gjykata kushtetuese nuk del dhe nuk flet përpara Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve. Gjykata kushtetuese deri tani në që flasim nuk ka dalë në me një deklaratë zyrtare ose me një vendim zyrtar në raport me zonjën Balluku. Pavarësisht faktit që këto dy ngjarje ose këto dy çështje nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, zoti Rama i ka bërë bashkë. Kjo pastaj do ndikojë në atë çfarë do ndodh nesër në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve? Shiko, u zgjata shumë më për ta shpjeguar. Koncepti i Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve është për të krijuar bindjen, se ata nuk, edhe nëse janë juristë me detyrë, nuk mund të diskutojnë konceptin juridik të akuzave. Ata binden ose nuk binden, lidhur me ato që SPAK ka dërguar aty për të justifikuar akuzën që kanë ngritur ndaj zonjës Balluku. Ndërsa pjesa tjetër pastaj, që ka të bëjë me gjykatën kushtetuese, për mua është thjesht për të fituar kohë, sepse gjykata kushtetuese po merret me raportin e çështjes ka ndërhyrë apo nuk ka ndërhyrë SPAK-u në kompetencat e kryeministit, ndërsa çështja e imunitetit nuk ka lidhje me këtë. Është çështje tjetër, pra, nuk ka lidhje, po. Por edhe këtu në raportin e saj, domethënë, kjo do kishte kuptim nëse SPAK-u do kishte shkurtuar çështjen e postën e zëvendës kryeministit. Okej. Por, domethënë, në këtë pikë unë mendoj që qoftë gjykata kushtetuese, qoftë parlamenti, duhet të jetë në një pikë të drejtë për të argumentuar qëndrimin e vet, domethënë, dhe një qëndrim që në fund fare shkon në favor të asaj që qytetarët kërkojnë, një transparencë publike. Ta supozojmë që nesër nuk ka një dakordsi mes palëve, 5-5 janë palët. Çfarë ndodh më tej? Kjo çështje i kalon parlamentit, si procedohet më tej? Çdo gjë kalon parlamentin, edhe kur shiko. Pra parlamenti shqyrton si në rastin kur gjendet dakordsia brenda Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve, edhe në rastet kur nuk ka një dakordsi. Çdo gjë votohet në kuvend, pastaj ky raporti, domethënë, deri tani nuk kemi patur kryeministin që nuk ka, domethënë, nuk ka mbajtur, domethënë, ka lënë heqjen e imunitetit në çdo rast që ka shkuar. Shikojmë këtë rast si do të jetë, domethënë, pavarësisht se ndoshta mundet parapritet nga një vendimi kushtetueses përpara se të votohet ose ka kohë deri në orën 12, sepse nesër është përshikuar që tek Këshilli i Mandateve. Dhe shpresojmë që edhe gjykata kushtetuese të jetë në përgjegjësinë e vet, domethënë, për të dhënë këtë se
nuk besoj se ka ndonjë enigmë shumë më të madhe për të kërkuar edhe më shumë kohë për një gjë që është kaq e thjeshtë. Nëse zonja Balluku nuk dorëzohet, në thonjza nga zoti Rama, çfarë precedenti krijohet mes politikës edhe SPAK-ut ose drejtësisë? Shiko, do jetë një situatë krejt tjetër. E shikoj domethënë në raportin me drejtsinë jo të kërcënuar, por do jetë dhe më e vështirë dhe pastaj do të heqet vel që ka patur kryeministri që ka thënë gjithkohën dhe ka bërë bandje dhe ndryshimin me kundërshtarin, duke u paraqitur ai mbështetësi i SPAK-ut dhe për fatin e keq të opozitës, sepse duke u arrestuar në krahun e Berishës duke sulmuar SPAK-un, ja ka dhënë këtë lloj medalje zotit Rama, domethënë gjatë kohës, gjatë gjithë kësaj kohe, duke u paraqitur ai mbështetësi më i madh i SPAK-ut. Domethënë paradoksale është sepse gjithë betejat që ka bërë opozita deri më sot i ka bërë për ato akuza që ka ngritur SPAK-un atje, domethënë dhe ta kesh kundërshtar do të thotë ti dhurosh kundërshtarit tënd politik, domethënë asist fort, siç shprehet në gjuhën e futbollit, domethënë ti ngresh topin kundërshtarit dhe të paraqitet ai sikur është mbrojtësi, ndërkohë që ti po i bën gjitha në kauzat e tua politike gjatë kësaj kohe i ke patur 3 vjet e fundit paktën i ke patur me akuzat që ka bërë SPAK-u. Dhe është paradoksale që ti je kundërshtari i SPAK-ut. Pavarësisht kthesës që po merr kohët e fundit zoti Berisha, sidomos me që pas zgjedhjes Brahos që po mundohet të artikuloj krejt ndryshe një komunikim me të zbustonet, të marrë kthesën, mendoj që është edhe pse është gjë e mirë, është lajm i mirë, domethënë, është pak e vështirë ta rikuperosh gjithë ato akuzë që ke thënë sepse i ke ngjitur njerëzve skapi, domethënë Altin Toplini. Po në raport me ndërkombëtarët, çfarë humbet zoti Rama dhe pastaj Shqipëria? Shiko, ndërkombëtarët e kanë bërë qartë që janë mbështetës të SPAK-ut. Domethënë ambasada, jo vetëm ambasada amerikane, por gjithë institucionet amerikane gjatë që pas ardhes Trumpit në Shtëpinë e Bardhë për herë dytë kanë treguar që kanë një aleat të drejtë për drejtë dhe ka qenë SPAK. Ambasadorët të Bashkimit Evropian, ambasador anglez, gjerman, francez, domethënë kanë treguar me vendosmëri dhe edhe ministri gjerman për Europën që ishte Chris Brown ishte pikërisht për treguar që vendosmëri. Pra ka një aleancë lidhur me SPAK-un. Unë mendoj që Rama politikisht nuk është se ka ndonjë leverdi që të jetë në ballafaqim me SPAK-un, në kundërshtim me SPAK-un, prandaj ka gjetur një hilet politike për të thënë pres kushtetuesen. Pra do të funksionojë deri në fund? Po deri tani ka funksionuar. Deri tani ka funksionuar. Në raportin që ka pas një alibi për të pritur gjykatën kushtetuese, meqense vendimet e kushtetuesës janë pak kontestueshme ose parimisht janë zbatueshme nga të gjithë. Mendoj që do vendosim këto precedent. Një do e vendosi gjykata kushtetuese, një do e vendosi kuvendi me këtë raport dhe pastaj do kemi SPAK-un që ndoshta që po sfidohet në një farë forme nga politika? Normalisht që domethënë nuk është ndonjë habi që të komentojnë vendimet e SPAK-ut. Ato vendimet e gjykatave ndodhin gjithë botën, ti komentojnë. Po jo ti kundërshtojnë. Në zbatim, ato janë për të zbatuar. Në këtë pikë mendoj që mbështetja ndërkombëtare është një lloj garancie. Është një lloj garancie që SPAK-u do vazhdojë të ketë këtë lloj raporti që ka patur pak me zoti Brau këto ditë sa domethënë pas Dumanit ka treguar që është në të njëjtën vazhd. Megjithatë, pavarësisht entuziazmit që mund të kenë shumë persona lidhur me ato që bën SPAK-u, ne prapë nuk do të heqim dorë nga e drejta, domethënë pra duhet të jemi më të rezervuar kur fajsojmë dikë përfundimisht apo domethënë kur kërkojmë burg apo këtë gjë. Domethënë, prandaj dhe zhurma politike shpeshherë shmang faktet. Domethënë, po ajo që duhet të paktën ne si media, domethënë duhet na bëjë që faktet janë të tilla që ato të mbizotrojnë. Dhe unë mendoj që edhe nesër në Këshillin e Imunitetit dhe Rregullorës duhet të jenë faktet që paraqet SPAK-u, jo aludimet politike. Dakor, do ta shohim në fakt se çfarë do ndodh nesër në orën 12. Ndoshta mund të ketë një vendim më herët të gjykatës kushtetuese në raport po me zonjën Balluku. Ka shumë surpriza në këtë vend me shumë. Ka surpriza në këtë vend. Shumë faleminderit Ekim Baçi për bisedën në studio. Kënaqësi gjithmonë të kem në Tryezë, i mirëpritur gjithmonë. Mirë. Kemi ardhur në fund edhe të kësaj bisede. Shumë faleminderit që na ndoqët. Vjeni të qëndroni me News 24.